A mund të na japësh disa shembuj nga jeta e të parëve të ummetit, se si ata I respektonin dhe I madhëronin citatet e Kur'anit dhe Sunetit? Një herë Imran ibn Husayn tregon hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, el haya'u kulluhu khair. Turpi është një veti e mirë, është një moral I mirë që e frenon njeriu nga paturpsitë, nga veset e ulta dhe e nxit njeriu për vepra të mira. Ka sedër njeriu, ka moral, ka turp, fjalë turp që bëj punë të këqija. Dhe profeti ka thënë që turpi është I gjithë I mirë. Po njëri e kundërshtoi Imranin aty në mexhlis, tha ne kemi domethënë hasur në disa libra një shpjegim ndryshe se ka një lloj turpi që është mirë, cilësi e mirë, po ka edhe një lloj turpi që konsiderohet dobësi. Imrani tha si ka mundësi dhe unë të tregoj një hadith profetit ku e cilëson turbin gjithë si të mirë, kurse ti e kundërshton domethënë me gjëra të tilla, domethënë nuk e pranoj këtë. Vazhdoi t'ia përsëriste këtë derisa njerëzit e pranishëm thanë, ja e Banu Xheida është prej nesh, ai nuk është hipokrit, nuk është kundërshtar. Pra nuk e pranon ata që kundërshtohen ajetet dhe hadithet kështu, me kundërshton njeriu me logjik apo me traditin apo me menin e tij. Gjithashtu, një herë Abdullah ibn Umar ka treguar një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, në cilin profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos I daloni gratë që shkojnë në xhami, po Bilali biri I Abdullahut sa do I kemi për t'i daluar, se sipas I kishte ndryshuar koha dhe duhej t'i daloni gratë që shkojnë në xhami. Po urdhri profetit është mos U dalu gratë që shkojnë në xhami, kanë ato nevojë të shkojnë në xhami. Falën namaz xhami, falën xhumon, gjën këshillat, marrin pjesë në mësime. Pra, profeti ka dhënë urdhër që mos I ndalojmë gratë që shkojnë në xhami. Por ky biri I Abdullahut, domethënë e kundërshtoi këtë çështje. Dhe Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tha, unë po tregoj hadithin e profetit ti e kundërshton. Dhe I foli rënd. Si e kundërshton hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Një herë Abdullah ibn Mughaffal pa një burr që po gjunde me gishtat e dorës, po gjunde gur. Dhe I tha, mos e bëj këtë, tha se e ka ndaluar profeti. Në këtë mënyrë ti nuk mund të dëmtosh armikun dhe as nuk zë gjah, por as nuk bëhet gjuhë e tij kështu, as nuk dëmtohet armiku, por mund të thyesh dhëmbin dikujt ose mund të nxjerrësh syrin. Pra ky është një veprim I keq, I dëmshëm. Pas një kohë e pa përsëri duke bërë të njëjtin veprim. Edhe I tha, unë ta tregova hadithin që ka ndaluar profeti sallallahu alaihi wasallam, ti vazhdo kështu, nuk ka për të kohë, kaq edhe aq kohë. Një herë Abu Muawiyah ad-Darir po tregonte një hadith në mezhlisin e Harun Rashidit. Edhe aty po tregonte një hadith në mezhlisin e Harun Rashidit, në kuvendin e mbretit, Harun Rashidi ishte mbreti, dhe aty një person do ky hadith flisë për Ademit dhe Musaj, një dialog që ka zhvilluar Ademi dhe Musaj. Dhe ky tha, po kur janë takuar Harun Rashidun e Brekos, dhe ky po tregon hadithin, ti e diskuton se kur u takuan Musaj dhe Ademi alayhis salam. Se dialogu është bërë mes Ademit dhe Musait alayhis salatu wassalam. Mbi çështje. Në botën shpirtërore, në botën e qiellit, Allahu që ka krijuar shpirtrat, që ka krijuar njerëzit, e di se ku janë takuar ata në xhenet. Se shpirtrat e besimtarëve janë në xhenet. Shpirtrat e profetëve janë që janë. E di Allahu se si u takuar, se si e komunikuar. Pra këtë pjesë që lidhet me botën e fshehtë, ne do ta vëmë diskutim. Prandaj, ka njerëz më shumë që kundërshtojnë, nuk është gjë dënimi I varrit, mohojnë dënimin e varrit, begatin e varrit. Ka që flasin për shpirtin pa dije. Ka që flasin për xhenetin, për xhehenemin, për udhëtimin e Isra's dhe Mirajit, çështje të ghaibit, çështje të fshehta, që I di Allahu I lartësuar, lidhje me pjesën e ghaibit që është bota e fshehtë, ne themi, dëgjuam dhe respektuam dhe pranuam. S'do t'i vëmë diskutim këtë çështje. Prandaj Harun Rashid mbreti tha, ky tha Abu Muawiyah ad-Darir që ishte një dietar hadithi, po tregon hadithin me sened, hadithi sa, se ky hadith Buhariut dhe Muslim e tjerë. Atëherë ti si kundërshton këtë hadith? Si ndërkundër këtij hadithi ti kështu? Dhe faktikisht edhe arsyeja çon në përfundim që njeriu në çështjen e ghaibit duhet t'i pranojë, duhet dorëzohet, sepse është pjesë që ne nuk e dimë. Ne nuk arrijmë ka realitetin gjithçka. Ka gjëra që I di Allahu realitetin e tyre dhe ne nuk e dimë
realitetin e tyre. E pyetën Ibn Shihabi Zuhrin për disa hadithe. Edhe ka thënë, min Allahu il-ilm, dituria ka ardhur nga Allahu, Kurani dhe Suneti. Detyra e profetit ka qenë që na e përcjellë, dhe na ka përcjellë Kurani dhe Suneti. Detyra jonë është të dorëzohemi me Allahut, pa harrë të teslim, të dorëzohemi, të pranojmë të gjitha. Një herë Imam Shafi'i tregon një hadith, siç e ka treguar nxënësi i tij Abdullah ibn Humayd az-Zubairi. Tregon një hadith. Edhe i thotë ky al-Humaydiu, i tha, a punon ti me këtë hadith? A e pranon si argument këtë hadith? Imam Shafi'i tha, çfarë? Mendoj që unë i përkas një feje tjetër, ja se jam prift? Apo vërejt që unë kam veshje në një prifti? Që vjen një hadith dhe ta kundërshtoj, si mund ta kundërshtoj hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam? Pra njeriu që përket fesë tonë, që në rrugën e profetit, s'mund të kundërshtoj hadithin e profetit përderisa vjen hadithi i saktë. Po erdhi hadithi i saktë, ka vetëm një mundësi, ta pranojmë hadithin. Mos e vëmë ato në diskutim. Ky ka qenë qëndrimi i dietarëve të ummetit, prandaj një zëri dietarët e katër mëdhëve kanë thënë, nëse vjen hadithi i saktë, ai është mëdhëbi im. S'lejohet të kundërshtojë hadithin për shkak të një shkolle juridike, një tradite, një mendimi, një sekti e kështu me radhë.